Përshëndetje të dashur dëgjues, mirë se erdhët edhe këtë të shtunë në emisionin Hynesha, si zakonisht me jam unë Elvana Shala, e sonte kam përballë një personalitet që nuk ka nevojë shumë për prezantim, sepse të gjithë e njohim, të gjithë e shohim gati se çdo të diel. Është Saranda Bujupi Rama. Përshëndetje dashur, mirë se erdhe. Përshëndetje për ty Elvana, shumë kënaqësi me qenë pjesë e podcastit tonë. Unë të përcjelli ka herë dhe sinqerisht është privilegj, por përgjithësi me ardhur, me ul me ty, me bashkëbisedu me ty për këtë punën që ti bën na pak një me Hynesha në këtë rast. Faleminderit shumë e dashur, për mua shumë kënaqësi me të pas pjesë të këtij emisioni, sepse zakonisht jam mësuar të intervistohem nga ti gjithmonë, por ja që sot është radha ime të intervistoj, ndryshe ndoshta nga shumë intervista që ti ke dhënë në jetën tënde, sepse e thash në fillim të emisionit që të gjithë të shohim gati se çdo të diel me emisionin tënd që është një emision që i shërben jashtëzakonisht shumë popullit të Kosovës në forma të ndryshme, por që sonte publiku ka me pas mundësinë me të njoft prej karakteret si Saranda në hapjen e kartave të jetës tënde në 3 perspektiva. Para se të vim te kjo pjesë, dua të të rikthej në retrospektiv si ka qenë Saranda kur ka qenë fëmijë. Se kur e bën që të pyetje si ka qenë Saranda kur je fëmijë dhe naleshim shel syt për një sekond duket si dje ka ndodhur. Po fatkeqësia më e madhe është që pak kem kujtime të fëminisë, ndoshta ka ndiku koha e luftës, ndoshta ka ndiku krejt dinamizmi që ka ndodhur, edhe zakonisht kur nalemi menojmë, i kemi 2 koncepte që i dojmë me i nda me meqtan, këtë rast me shikus to, Elvana. E kemi pjesën e fëmirisë, shkolla, shoqënia, ajo pjesa e lumtur e lojave, aktiviteteve, edhe kemi atë feminin tonë që e kemi vujt shumë ikjen nga Kosova, largimin, ndarjen nga familjarët që unë e maj ko gjatë pengë, edhe sa herë m'bëhet kjo pyetje si ke qenë fëmijë, gjithë e kam cilën me e thonë, a me thonë ata sa fëmijë lumtur kam qenë, a me nda këta sa shumë e kam vujt kohën e luftës, sepse janë 2 pasqyrat fëminisë që ti s'mundesh me i shkput, po fati është që na jemi të lirë, fëmijët tonë sot jetojnë të lirë, na kem që kam ju të regu atyne, edhe po, na kemi pas fëmijët të lumtur, na kemi pas pak mundësi nga mundësit që i kanë fëmijët tonë, po kemi pas fëmijërit lumtur, kemi qenë njerëz ma shumë, kemi pas ma shumë dashni, kemi pas ma shumë bashkëpunim, kemi ditë me u knoq me pak, kemi ditë me shiju, edhe nëse s'kemi pas ato që ka kemi pa në televizor, sepse fëmijënia jonë, për shembull unë jam rritur e pa në televizor Disneyland. Unë nuk e kam menu ndonjëherë që kam me shku. E fëmijët tanë sot shkojnë. Edhe unë kur i kam dërgu fëmijët më shumë e kam shiju unë se ata, sepse ajo ka qenë fëmini që unë e kam ndru, edhe pse unë e rritne, e kam shiju me atë fëmin që e kam brenda vetës në maksimum. Po ka qenë fëmini e lumtur. Përmende edhe pjesën e fëmirisë ndoshta më pak të lumtur ose më sfiduese, çka kujton nga ajo pjesa? Unë kam qenë 12 vjeçare në kohën e luftës, edhe mbaj mend, edhe më vjen edhe me qajt prej faktit që shumë e mbaj mend këtë pjesë më shumë se pjesën tjetër, ndoshta pse e kemi vujt. E mbaj mend çdo detaj, prej kur ka fillu lufta e deri te ikja jonë. Unë si një fëmijë e lindur dhe e rritur në Drenis, në një fshat, lufta ka nis atje, edhe fakti që jam nda me baben, pastaj jam nda edhe me nanën, fakti që kam rrinë në Maqedoni me tezën edhe s'kam pas askon, që për mu është një prej traumave më të mëdhaja, që sa herë kujtoj rënqethem, sepse nuk është a fëminia që ja kisha rekomandu dikujt. Po mandej jemi bo bashk, fatmirësisht edhe nana dhe baba janë gjallë, të dy e kanë mbijetu krejt sfidave të luftës, edhe unë vuajtjet e mia që ndoshta pak ditë kanë qenë sa jem kanë ndane, po fëmijë, për mua ato 3 ditë kanë qenë ditët ma të gjata të jetës tem, po shqyr Zotit që kemi mundësi me kujtu e me fol, normalisht këto janë sfidat e jetës. Cilat kanë qenë ëndrat e tua profesionale në atë kohë dhe sa ke mujt me i arrit deri sot? Tash nëse e ndajmë 2 pjesë të mia dhe të babës. Baba ka dashur mu bë mësuese gjithë. Unë se di pse nuk e dashta atë pjesë, e unë kam dashur shumë mu bë doktoresh. Edhe e vogël kur kam qenë, krejt antarët e shtëpisë kanë pas obligim me nejt edhe unë me i kontrollu ata se unë jam kanë doktoresha e shtëpisë. Po doktoresh su bona, dhe tentova në fakt shkollë të mesme, po për pak pik nuk e pata kalu testin, edhe në mes të doktoreshes edhe me hek dorë komplet prej mjekësisë, unë zgjidha gazetarin që e përcjell shëndetësinë. Edhe
e bashkëdizova këto. Edhe jam shumë e lumtur që e kom bërë këtë zgjedhje, se nashta në atë kohë që ja kom ditë vlerën shumë që ati vendimi. Sepse oratore dhe programet e shkollës e kështu i kom marrë gjithë përsipër, po asnjëherë se kom pas në kokë, hajtë se po bona gazetare. Po kur s'mujta me regjistru mjekësinë, tash okay, unë du me u bë gazetare, edhe po du me mbulu shëndetësinë. Edhe me të vërtet ka qenë një puzzle që për mu u mbulu shumë mirë. Unë sot, tash e 20 vite ushtroj gazetarin, po duke me mbulu shëndetësinë. Edhe për mu ka qenë një realizim ndoshta ndryshe, por i ëndrës tem. Po gjithsesi qenke në kornizat e asaj që babi ka dasht ti me u bë, edhe ti personalisht ke dasht me u bë. Gjithsesi në kohën e rritës, cilat kanë qenë sfidat më të mëdha të Sarandës për te luftës që e përmendëm? Po. Tash na i përkasim që asoj gjeneratës e kemi përjetu tranzicionin pak ma shumë se fëmijët tanë. Për shembull, modernizimi i egër që ka ndodhur prej një vendit të pas luftës me i marrë modelet evropiane, s'ka rëndësi atë veshjes, atë ushqimit, atë jetës, atë stilit, çdo sen ndrojke, edhe unë si një vajzë e rritur e lindur në një fshat, erdha në Prishtinë me studiu, edhe automatikisht në studime hyna në punë. Nashta që ta muj me qu si penalizim që ja kom po vete, sepse sa kom hynë në punë, e kom po që, s'po ta lyp ka kërkosh diplomen, ko ka më rëndësi me punu, edhe e kom la masterin gjysë, që jem ka me kështu pezull në kokë, edhe sot nesër, kanë shku vite, edhe une nuk përshkoj me e kry që atë master që nara baba në së pëmboj impresion, masterin e kry, une di që ma nuk po më shërben. Që i ka me bërbashk ta prenton dhe presionin e njëjtë. A pe krym si vjetë, hajde dhe bojmë një marveshje, une një analë, ku kush farë premtimi ku më bo, ishala e kryet ma. Kjo vete ta dish. Që nëse kry ka me ta bo tak ty. Inshallah, jom të punu shumë në drejtim, po më ka met peng, edhe se lo pa e kry se ja kom po premtim në anës e babes, jo që mu po më duhet, po që ja u kom premtuat. Dëgjoj, mos i bëj shumë presion vetës, se gjithë shka bëhet në kohën e dur. Po shkojnë vitet. Ende si ka ardhë koha me përfundu. Po edhe unë menoj që është çdo se në kismetin e vend, me që të arsuetim për rri. Absolutisht. Për ndryshe, Sarand, si je si tip. Ne në ekran të njohim si shumë të buzëqeshur, shumë të dashur me publikun, po kam përshtypjen që edhe ne që jemi pjesë e ekranit për çdo ditë kemi ato momente tona kur bim për tokë edhe lodhemi nga gjithçka. Ka Saranda momente të tilla në jetë? Ka, po që nuk i shfaq. Është shumë e çuditshme, ndoshta edhe pa besueshme, po ata që më njohin nga afër që po e shohin këtë intervistë e dinë që sakt është kjo çka po e them, sepse qysh më shen në ekran, njëjtë jam njëjtë përditshme. Do me thonë, nuk ka problem as sfid e cila mu ma hek këtë pozitivitetin, sepse unë menoj që nuk ma ka bërgjë, as Elvana, as kërkush, hallet e mija, mja aprishun e ditën, me thonë, Elvan, sot nuk jam mirë, dhe me ta aprishun e ty komplet ditën, sepse ti afektohesh prej qasoj që ka unë po ta rëfej ty. Edhe kryesisht munona me punu shumë me vete, normalisht kam edhe ju më përballë, edhe me sfida shëndetësore, edhe me problematikat e ndryshme. Unë çka kom vepru mirë që ja kisha rekomandu krejt atyre që e marrin për bazë mendimin tim, është që psikologu është zgjidhja ideale. Unë asnjëherë nuk e kom shmang, edhe asnjëherë se kom shef që shumë sa në jetë i kom kalu mendimin e psikologut, po asnjëherë nuk e kom shfaq për me aprish ditën dikujt, as familjes, as shoqënisë. Unë jam po kjo Saranda që më sheti në ekran, që më shes sot me ty, që më pa para se me fillu xhirimin, jam gjithmonë e njëjta. Kjo është shumë e rëndësishme mesazhi që sapo e the, rëndësia e të pasurit një psikolog në jetë. Diçka që konsideroj dhe besoj të dyat jemi dëshmitare të faktit që deri në kohën e pandemisë ka qenë një temë tabu ku shumë pak kemi parë psikolog në për ekranet tona televizive dhe hiç më pak është folur për ta ose janë frekuentuar, diçka që ka ndryshuar me kalimin e pandemisë dhe sot është pak më ndryshe situata. Dhe natyrisht ne gjithmonë insistojmë që të kemi mesazhe të tilla, se sa e rëndësishme është shkuarja tek një psikolog dhe trajtimi me veten tonë personale. Prej kur ekziston emisioni Familja Jon, gjithmonë misioni kryesor ka qenë promovimi i shëndetit mendor dhe i psikologëve. Jam shumë e lumtur dhe krenare që ka ndru qasja ndaj psikologëve, jam po ashtu shumë e lumtur dhe krenare që njerëz nuk e kanë më tabu temën e psikologut, dhe jam po ashtu shumë e lumtur që kemi kuadër kaq mirë të psikologëve në Kosovë që fatmirësisht atë sa i promovojnë
aq janë të mirë dhe ja vlen me i promovu, sepse ata e kanë një kontribut goxha të madh në pas luftën tonë, në shoqërinë tonë, sepse traumat dhe pasojat kanë qenë të mëdha e janë ata të cilët na kanë ndihmu me i te kalu. Qoftë shehurazi, qoftë edhe publikisht, e rëndësishme është që roli tyne është ngrit, vlerësohen maksimalisht, ka hala vend si çdo sen tjetër në Kosovë për me punu, me ndryshu, por është mirë. Mirë, Saron, do të kemi shumë çka tjetër të flasim bashkë, tani në pjesën e dytë të hapjes së kartave, fillimit në fakt të hapjes së kartave të jetës tënde, por para kësaj do të nisim këtë emision me një pikë muzikore për të gjithë ata që janë duke na dëgjuar në radio, ndërkohë që ju asesi mos e ndroni kanalin e Radio Kosovës, sepse pas pak Saronda Bujupi Rama do të bëj hapjen e kartave të jetës së saj në 3 perspektiva. Me së dashur të Radio Kosovës, jemi rikthyer sërish në studio, po ju shoqëron emisioni Hynesha e tash është koha që Saronda të bëj hapjen e kartave të jetës së saj në 3 perspektiva e dashur e gati. Ka dhënë emocion me këto karta, se di se çka kanë to. Tash këshire. Ku ja nisim te kaluara. Nisim prej të kaluarës. Në fillim, në mes, në fund ti merre ku të duash, ma jep mua. Unë lexoj. Okay. Më fal. Në lidhje me atë që sapo diskutuat, kur të ka ardhur keq për këtë, në të kaluarën tënde, ke pasur ndonjë situatë për të cilën të ka ardhur keq? Ka shumë situata që na vjen keq që leju me ndodh, ose që ja leju njerëzve me na shkaktu, po që unë menoj që çdo situatë për të cilën na vjen keq, na rritemi, pjekemi, edhe e ngrisim nivelin e vetbesimit, që me qenë ma të kujdesshëm, që ajo situatë mos më përsërit. Unë menoj që duhet me na ndodh situata që na vjen keq, po që na bojnë mirë. Për me u përmirësu pastaj. Me ja marrë këtë anën e mirë të një situatë të caktuar, të kujtohet që mund ta ndosh me ne? Që s'do doje të ndodhte më, natyrisht. Normalisht, s'do doja kur luftë kishte, jo vetëm Kosovë, po askund në botë, po nëse do doja ta kujtoja një prej situatave që besoj që shumë gra dhe vajza përballen, edhe që unë s'kisha dashur asnjë prej tyne me u përball, është mas 2 lindjeve të mia, të 2 djemve të cilët i kam edhe jam shumë e lumtur që jam e bekuar që i kam. E kam pas një abort spontan, cilin e kam përjetuar shumë rand, që jemi përpjek me javë tona, qëndrim në spital, medikamente të shumta, po që nuk ka qenë kismet me ndodhe dhe e kam përjetuar shumë rand, edhe ka qenë një prej momenteve që nuk unë isha vetja, nuk unë isha mirë, edhe kam përjetu, normalisht psikologu ka qenë kyç në këtë pjesë të jetës tem. Unë uroj që asnjë femën të mos ketë një abort të tillë spontan. Unë uroj që asnjë femën mos të shkaktoj aborte të qëllimshme që më dhem shpirti kur ni që ka ala rase. Edhe unë uroj që çdo femë të bëhet nonë edhe ta përjetojë ndjesinë më të lumtur të kësaj bote. Natyrisht konsiderohet si ndjenja më e bukur në botë, edhe urojmë edhe ne, edhe ti të mos kesh raste të tilla më, po natyrisht asnjë femë në botë, sepse fëmiu është qenia më e bukur dhe më e pafajshme, që na e zrit do të thoja jetën e secilit prej nesh. Absolutisht. Çka thotë tashmë në këtë pikë, zgjidhni qartë po. Hajde. Kret me të parat, Saronda. Se muj me zgjedhë edhe mbranda, nuk e dita. Intelektualizmi është një mekanizëm mbrojtës në të cilin ne mendojmë shumë për të shmangur ndjesinë e dhimbjes, frikës apo trishtimit. Për shembull, pas një divorci, një person në vend që të jetë në kontakt me emocionet e tij ose të saj, merret ekskluzivisht me çështje praktike dhe administrative. Kur dhe si përdorni intelektualizmin si mekanizëm mbrojtës, jep një shembull. Nuk ka nevojë të fokusohesh tek shembulli që u dha këtu. Gjithsesi, kur e përdor Saronda intelektualizmin për të kaluar një situatë të caktuar. Sapo e përmendi një situatë të vështirë në cilën ke kalu. Në çdo situatë që na ndodh, në këtë rast kemi edhe familjarë dhe shoqëni që përballen edhe me shembullin që e ndat në kartën tuaj, po është çelësi i suksesit nëse i jep vetes o qoftë edhe pak sekonda me mendu dhe reflektu, dhe këto është ajo pjesa e intelektualizmit të cilën ti po e përmend, ku ty të bën me qenë me arsyeshme në vendimet tua. Unë nuk po kam ndaj shembull për me nda në këtë pjesë, po unë po e them si ide dhe këshill për ata që e marrin për bazë mendimin tim, që gjithmonë duhet t'i japim vetes kohë me mendu, qoftë sekonda, qoftë minuta, qoftë ditë, nëse kemi hapësirë, sepse aty nuk përgjigjemi me emocion, por me arsye. Dhe këto është pjesa e intelektualizmit ku na shpëton nga çdo situatë. Kur ka vepruar me emocion Saronda e kur me arsye? Unë veproj me emocion shumë sepse jam tepër empatike. Unë edhe në rrugë me mdal, me më thonë dikush një rrëfim,
harroj me menu që mundet mos me qenë e vërtet edhe o qaj me ta, o bashkëndije me ta, o më njëherja kry që më ka kërku, jam shumë empatike, mu më ka penalizu shumë kjo pjesë, qoftë edhe në pjesë të tjera të misioneve të mija që her pasere me disa shoqe që i kemi një grup, dalim edhe ndihmojmë raste dhe familje sociale, shpesh jom zhgënjy kur nuk e kemi bën një identifikim të saktë dhe e kum pa që këtë mundi që na e kemi bën për me mbledh, me ndihmuat familje ka qenë në kohë sepse ajo familje s'ka pas nevojë, po unë kom vepru. Po këto më kanë mësu që ma nuk po ndodh kjo, normalisht, këto më kanë mësu që prit saron që të sa, merr frym, jepi vetes kohë, identifikoje si problem ose si rast ose edhe reago. Mundohem maksimalisht, po jam shumë empatike. Mi pren kam pak me një sy lotën e... Si gazetare dhe si person që ke kontakt me shumë njerëz në përditshmërinë tënde, a mendon që kjo lloj empatie ka filluar të humbë në shoqërinë tonë? Shumë. Por nuk është shqetësim i madh, sepse na jemi pak kope, po e tham kushtimisht, si në të mirë, si në të keq, shkojmë ka turma. Për shembull, nëse kam nevojë në një rast me ndihmu, unë shumë letë e mbledh turmën për me ndihmu qatë rast. Nëse një filan personi e thot një mendim për mu, për ty, për këdo, shumë letë e merr turmën me ju mbështat mendimit ti. Jemi pak, kështu shkojmë me turmën, ka humbë empatia, por ma shumë ka humbë për me e shfaq në publik, edhe për me dhënë një mendim pa e pas qatë mendim, po nëse ka nevojë me mbledh, qoftë për raste sociale, qoftë jemi të parët. Si për me kritiku, si për me ndihmu. S'na ka lanë kërkosh. I bie në një farë forme që ende nuk na ka humbur ai humanizmi total që na karakterizon si popull. Jo, unë e di se unë mirna shumë shpesh me raste tilla, për 2-3 ditë ti mundesh me gjetë shumë vullnet mirë që janë të gatshëm me ndihmu. E këto nuk mundesh me thënë që ka humbë. Po ka humbë arsyeja. Unë e pesha janë formatet e reality show ku gjykohen e shohen e për foljen e kërkush s'nalet me menu, po çka bre nëse ai e ka një traumë, po çka nëse ky e ka këto. Kërkush s'nalemi me mendu, prit mos ta gjykoj se nashta fjala jam e shkatërron. Kur jemi e qesim nerën shpejt. E vërtet. Gjithë kjo empati që të karakterizon Saron si personalitet, ka të bëj diçka me të kaluarën tënde me fëmijërinë? Na jemi 4 fëmijë, Elvan. Unë kam edhe nanën edhe babën gjallë fatmirësisht, edhe jemi 2 vllazë 2 motra. Nana me babën në kushtet minimale që jemi rrit na, sepse nuk jemi rrit me na e loks, ku me ditë sa, na kanë mësu që dashnia është ajo që na ban me ecë përpara. Unë me vllazërit e mi edhe me motrën jam tepër e lidh, domethënë nuk ka asnjë arsye, asnjëherë që e lëviz dashnin ton, e që ta empatinë që na kanë mësu nana me babën, edhe për të tjerët, na e kemi mbjell kogja me xhelozi e rujmë, edhe nuk na ndryshon kur gjo, as rrethanat, as situata, as arritjet, as zhgënjimet, as thyrjet, na empatinë e kemi aty. Të katërtit njëjtë jemi, aty për çdo kënd. Shumë e bukur kjo. Çka thotë e ardhmja dhe e fundit për këtë gjithë po du me lexu vetë. Në lidhje me 2 kartat e mëparshme, merrni parasysh shembullin më poshtë. Përcaktoni një vendim në lidhje me temën për cilin keni folur. Si do të veproni për ta arritur atë? Për ta thjeshtësuar, cili është një vendim që ti do të marrësh në një të ardhme të afërt dhe si do të veprosh për ta arritur atë? Qoftë për aspektin personal, qoftë profesional të jetës tënde. Unë si karakter, për ata që më njohin e din, jam goxha e matun. Nuk marr ad hoc vendime, edhe nuk jam person që ndroj pa bazë, do me thonë edhe ndrimet i qes me një pikë, si me thonë e kom pas gjithmonë që në moshën 30 vjeqare kom emri qëta dhe kom punu në qatë drejtim, ose në moshën 35 vjeqare kom emri qëta dhe kom qitë si synim dhe kom punu në qatë drejtim. Nuk kom prit magjit me ndodhë, sepse është e vërtet që asgja nuk është rastin këtë botë, është e vërtet që duhet kemi fat, por është hala ma e vërtet që duhet me punu shumë për me mri që ato. Natyrisht. E unë gjdo vendim që e marrë, Elvan, qoftë profesional, qoftë e jetës private, qoftë shoqëror, nuk është vendim që e marrë në emocion, ose vendim që e marrë veç pse e merë qatë sekund. Po e menoj ka gja shumë, edhe menoj që duhet me kanë na jemi tritën, duhet me pas përgjithësi edhe për vendimet tona, se ti nuk po merr vendim veç për veten. Çfarë do vendimi, qoftë familjar, qoftë profesional, ti afekton familjen ose shoqërinë ose kolegët ose edhe dush me kanë e madh në për vendimet që i merr. Qoftë edhe unë ju tham edhe
kolegeve dhe kolegeve të rinj të cilët vinë punë, kur nganjëherë marrin për vendimin pe la punën. Para se me lën ti punën, dush me i pas do arsye. A e ke gjetë një vend që paguhesh ma mirë. A e ke nganjëherë as pagesa nuk është arsyeja e vetmja, sepse nëse një vend i punës që ty të paguën ma mirë, po ty ta kufizon jetën dhe rahatin tënde, Nuk është punë. nuk është më punë dhe nuk është më pagesë. Ty nuk të vyn një pagesë ma e madhe nëse ti nuk i ko me shiu qatë pagesë. Do të thonë ti dush me i pas goxha do arsye për me marrë një vendim me lënë punën këtë rast ose çfarë do qoftë ai. Kështu që vendimi yt? Tash unë bazë kësaj që folëm se na i prekun shumë tema, po nuk kam një vendim që kam me marë. Për shembull, unë vendimi quj çdo sene dhe telefonatën tënde e quj vendim. Kur më ke telefonu, edhe unë nala mendova, i kam fëmijët, nuk janë shkollë, janë pushim, edhe analizova mirë, edhe i rregullova krejt situatat me fëmijë, me bashortin, për me arë këtë. Domethënë kjo është vendim, dhe nuk është vetëm dëshirë, kjo është një vendim që ti duhesh me i rregullu, jo veç egoist me ka, jo veç për veten, po e këshyra kam termin për me shku me u rregullu, a kam ku me i lanë fëmijët, a kam kohë me ardh, a kam me sistemu të gjitha. E vërtet. Mirë, Saron, shpejt ja more dorën kartave, tregom si je në këtë pjesë. Po më pëlqen, nuk kam shku në intervistat kolegëve, zakonisht mundohem me respektu shumë ftesat e kolegëve, sepse e di se sa është shajt shkoja televizive kur ja kushtojmë dikujt. Po më pëlqen asnjëherë që më përball me diçka të tillë, edhe është pak një lloj emocioni që qa po del, po jo, interesant. Mirë, faleminderit shumë që i ka që qiltër, ne do të kemi edhe shumë çka për të folur, sepse i ke edhe 2 raunde të tjera, ndërkohë që është koha që sërish të rikthehemi muzikës për të gjithë ata që po na dëgjojnë në valët Radio Kosovës. Ju vazhdoni që ndroni me ne, vetëm pas pak vjen raundi i dytë, i hapjes së kartave të Saranda Bujupi Rama. Dëgjues të dashur, jemi sërish bashkë në valët e Radio Kosovës, tash është koha për raundin e dytë të hapjes së kartave të Sarandës, e cila shumë shpejt ka hyrë në këtë rol. E mësova lojën, mësova. Hajde po e marrë në mes. Ka mesi, hajde. Të provoj. A jeni ndjerë ndonjëherë krenare për përdorimin e racionalizmit? Ndërkohë që mesrejsh tash në pjesën e parë të emisionit e kuptuam që je mjaft racionale. Gjërat i bën një farë forme sikur me rend, me radhë. Jo ndonjëherë, gjithmonë jem krenare. Nëse na nuk jemi mësu si popull me fol mirë për veten edhe me dash veten edhe po sinqerisht jam shumë e lumtur që edhe shoqënia gjeneratat ka ndru, shohim plot gra, shumë zojat edhe që dalin edhe thonë që jemi zojat, shohim shumë burra po ashtu shumë të zatet edhe që dalin edhe thonë, po jam shumë krenare me veten në mënyrën qysh funksional, jo vetëm për shkak të racionalizmit, po në përgjithësi jam shumë e lumtur që qëllim shumë nuk bëj veprime të cilat dikën mund ta lëndojnë ose atakojnë, qëllim shumë nuk mendoj me penalizu dikën nga diçka dhe asnjëherë nuk e privilegjoj veten duke e shkel dikën dhe gjithmonë kam ka bërë shumë krenare dhe jam shumë e lumtur që e kam këtë virtyt të trashëguar nga prindët e mi. Por si reagon Saranda ndaj atyre që e lëndojnë apo ndaj lëndimet? Kjo është pjesa që njerëzit e mi mas shumë t'i friksohen, ata që më njohin. Sepse unë nuk jam person hakmar, Selvana, edhe nuk e du hakmarjen. Unë thjesht kam një shprehje që e tham me shoqnin tem që nëse unë të kam reagu, dije që mu ka bo boll. Me thonë unë fali shumë, unë bona që s'pe di, unë i msheli sitë dhe vesh, po e kam një moment kur nuk moj mund. Ama ai moment kur të më vjen, unë thjesht e heki prej sistemit tjetës, pi agjentës tjetës atë person. Nuk e urrej, nuk i bëj keq, nuk flas keq, sepse unë mendoj që njerëz që flasin keq qoftë për bashkëshorten, shoqen, shokun, kolegun, kolegen, me cilën kanë kalu vjet dhe kohë, nuk janë shumë të pjekun me emocionet e veta. Nëse unë dej dje 10 vjet kum pas shoqe Elvanën e sot po dal peshoj, unë peshoj veten, sepse jam të isha 10 vitet e mia që i kemi kalu bashk. Unë nuk menoj që nëse ne penalizim që të ka ndodhë ti dush me shoh burrin, gruan, të dashurin, këndo. Sepse ti dush me respektu kohën që ke kalu me ta. Thjesht nuk mirna me atë person, nuk e shoj, nuk e urrej, nëse ka nevojë ndonjëherë prap jam aty për to, po thjesht nuk e kam në asnjë pritshmëri, në asnjë radar të jam i atë person. Ke pasur shumë raste të tilla në jetë? Shumë jo, po raste po. Jam person që lëndona, shumë lëndona, sepse nuk i lëndoj tjerët edhe tani
pres mës me m'lëndu. Po më ka nimu kjo Elvan me punu që me i ullë pritshmërit ndaj njerëzve. E kjo po të ndihmoj ke shumë, psikologët e din këto shumë mirë, sepse kur i kishe pritshmërit e ulta ndaj njerëzve, tani çdo e mirë e vogël po të vike shumë e mirë. Shumë e vërtetë. Avdene, kur i ki pritshmërit e nolta, e s'dvjen asnjë e mirë, zhgënjimisht tepër i madh. E kjo më ka pjek pak emocionalisht, shqyr, sepse thonë që çdo sen, çdo rrëzim na bën më të fortë. Kështu që po, më kanë lëndu, nuk besoj që qëllimshëm e kam lëndu në i kanë pa qëllimshëm ndoshta, nuk e di kanë do që e kam lëndu unë kisha dash me më thonë të që kjo pjesë më ke lëndu edhe unë natyrisht që kisha kërku falje me qëllim asnjëherë. A ke pasur raste kur e ke fal një person që si që tha ma herët e ke fshi nga jeta jote? Unë fali, kreti fali, kreti adin që thojmë në më Por nuk i rikthej halal kat e kat, po jo nuk i rikthej ma. Nuk i rikthej. Ja, jo. Mirë, Nuk moj, e kam nuk moj me këshyrë në sy një njeri i cili më ka lëndu. Nuk e kam ma qatë forcën emocionale, edhe thjesht e fali, absolutisht e fali. Po të tham, e fali, nuk e shaj, nuk e urrej, nuk i boj asgjë keq, thjesht nuk moj ma me pas njëjtin raport. Nuk është e njëjta. Çka thot e ardhmja? Në fakt e tashme. Duke marrë në mes edhe këto. Se e kaluam gati një? S'po moj me kap. S'ko kapëm do këtë e jemi, atë gje letër. Nga cili gabim keni mësuar më shumë, që ditërisht po të lidhen kartat? S'po bojmë hile, sinqerisht nuk e kemi këqyrë. Është reale. Nga cili gabim kam mësu më shumë njëtë. Po që ju kom besu njerëzve shumë me keq forcat e mija. Tash jam pak ma, kështu e besoj, po nuk pres me konë bashkë ashtë të qyshe besoj. Ke ato rezervat e tua? Po, kam shumë rezervat. Në raport me njerëzit. Se s'po du me lëndu vetën, sepse unë i përjetoj shumë. Tash jam empatike, unë mëj me javë, mësë me flajt për një lëndim që e përjetoj. Më ka mësu shumë që njerëzë më kanë lëndu, po unë menoj që jam falenderuse ndaj atyne, sepse më kanë bë më të fortë, më kanë bë më të pjekne, më kanë bë... Do shta e ke njoftë vetën më shumë? Po, absolutisht, më kanë bë ma të matë në vendimin në ashtë amari, qërse edhe me mosh mësohen do sene Elvan. Unë tash i kam 39 vjetë edhe nuk jam si kur i kom pas 20 vjetë, sepse kur je 20 vjetë normalisht që gjithmonë e ki emocionin para arsyes. Po mosha, jeta, sfida, dinamizmi, çdo gjë që atë rrethon. Tha që e konsideron ndoshta si gabimin kushtimisht po të them më të madh që i ke besu njerëzve, por cili është një gabim tjetër cilin ti s'do doja asnjëherë ta përsërisje në jetën tënde dhe natyrisht që mund ta ndash me ne. Nëse është diçka që mund ta ndash me ne. Nuk po më vjen, jo që s'po du me ndas, unë jam shumë e hapnë me publikun, jo vetëm te intervista jote, po edhe në emision temë dhe kudo që shkoj, s'është që unë çdo sfidë temën tjetër se kom shpalo, sepse kom menu që 5 veta nëse më dojnë edhe më respektojnë edhe më vlerësojnë vendimin, që atë 5 mund me marrë diçka prej meje. Nuk po më vjen men naj gabim, përveç që saj që tash ju kom besu qorrazi njerëzve, e që se vaj ma. Edhe njerëzve ma të afërm i kam rezervat e mija. Çka të ka bo me ndryshu deri në këtë masë, Aran? Ke pas në jetë ndonjë lëndim aq të madh se ti ke ndru komplet kontekstin e mendimit? Qajo, janë lëndimet e njerëzve që më kanë ardhë si të paprituna që më kanë bë me menu veç pak. Jo çdo kush është ti. Edhe mos të harroj me cik, unë për një meja me gash me 24/7 për njerëz, po tash me kalimin e kohës, me mësimin nga gabimet e kom kuptu që mu nuk po ma qetë kërkush arme në kokë me bo mirë. Unë jam të dosh vetë me bo mirë. Edhe kërkush nuk e ka obligim që atë mirë me ma këthy mu që shumë pja u bëj. Edhe jam shumë rregull nëse unë ty ta bëj një të mirë edhe ti mu nuk ma këthen. Se unë menoj që ti se ki obligim, ti nëse e ki ndjesi, e bën. Nëse se ki ndjesi, se ki obligim. Edhe që kjo më ka një mu me konë ma eftoft edhe me u lëndu pak ma pak. Kretë këto lëndime kanë ardhur për njerëzve të afërt? Njerëzve të afërt, absolutisht. Sepse Elvan nuk lëndona për njerëzve të panjohur, nuk lëndona për njerëzve të cilët nuk kam pas pritshmëri që janë aty për mu. Unë lëndona për atyne që i pres me kanë aty për mu. Po tash jo, tash jam pak ma reciproke. Mirë, çka thotë ardhmja në këtë pikë? Edhe këto pe marrën mes. Hajde. Atë është të përfuni. Okej, që s'pesha.
Në lidhje me dy kartat e mëparshme, merrni parasysh shembullin më poshtë. Mundohuni të kujtoni personin që ju ka ndihmuar më shumë në lidhje me atë që keni diskutuar. Për çfarë i jeni më shumë mirënjohës atij personi. Ka kohë të gjatë që dikujt nuk janë lidhur kaq shumë kartat me bisedën që po bëhet. Mua dhe jeta në përgjithësi më lidhet kështu shumë. Ndoshta se punoj shumë që drejtim me kon puzzle. Qëre, na se zakonisht kur jemi në çdo emisione e përmend dikon e dikush tjetër i dhënohet. Gjithmonë është edhe unë para se me përmend dikon, fillimisht po du me kërku falje krejt ata që mujnë me kon me të njëjtën peshore me këta persona që po du me i përmend, po që momenti është i tënë këtë me emision tjetër kom përmend dikon tjetër, sepse kemi fatmirësisht, unë e falenderoj Zotin çdo sekond. Tepër jam falenderuese ndaj Zotit për çdo njeri që ma ka pru në jetë, edhe ata cilët s'kanë qenë shumë të mirë me mu, edhe ata cilët kanë qenë shumë të mirë me mu. Për të dy part jam shumë falenderuese. Kanë kisha dash me veçu, edhe që veçoj edhe në ëndrat e mia, edhe në sytë e mi të mshelun, edhe në kohën kur jam kolon ty meditu, edhe në çdo sekond jetës teme, që sinqerisht jam njëri ma me fat në botë që i kam, janë dy vëllezërit e mi dhe motra ime, të cilët nëse natën, ditën, mëngjes, herët, kur do që i thiri, veç me më ndëgju, me budallakit e mia, ata janë që aty të më ndëgju, edhe të mos më gjyku, edhe të mos më kritiku, edhe të ma ofru ndimen ma të madhe që mundet mi ofru në njerit. Nuk e di nëse ti shumë ka ma shumë fëmijë kishim pas këtë lidhje, na jemi 4, po sinqerisht unë shpesh tham jemi zogjet e nanës, sepse jemi të me lidhën bashkë si zogjet, edhe jam njëri ma me fat që i kam edhe lut Zotin çdo herë krejt me pas motra e vllazën edhe me i pas me shëndet, sepse është dhuratë shumë e mirë që prindrit na bojnë. Absolutisht, kjo është gjëja më e bukur që e kemi në jetë, sepse edhe ne jemi 4, kështu që edhe në këtë pikë po të bashkëndijemi. Edhe sinqerisht është fat i madh që e kemi njëri tjetrin në çdo situatë dhe në çdo rrethon. Mirë Saran, përkundër krejt angazhimeve tua ditore që i ke edhe personale dhe profesionale, sa ka kohë me dëgju muzikë, sa është e lidhur me muzikën Saranda? Shumë, Bilon bëj hajgare se për shembull kur një këngëtare çet një album të ri, unë direkt e marr albumin, edhe fatmirësisht ka dashur Prishtina me kanë gjithë e mbi ngarkune me kolona, edhe unë albumin e mësoj përmensh. Në vetur. Për shembull më pëlqen Dafina Ziqiri shumë, më pëlqen Yll Limani shumë, më pëlqen Elvana Gjata shumë. Janë disa emra, po flas për vendor. Po. Të cilët albumi të në sot del, unë jam e gashme m'jam mësu këngë. Mirë, cila do të ishte një dëshirë muzikore që ne mund ta plotësojmë në valët tona vetëm për ty sonde? Me që është albumi freskët, edhe sapo ka dalë i Yll Limanit, kthem, është kënga që i ka dediku diasporës edhe që mu emocionalisht e kom përjetu çdo fjalë, çdo shkronjë të atij teksti, çdo varg, çdo rim, sepse unë edhe vëllezërit edhe motrën i kam në perëndim, edhe na rritemi me mall, edhe çajo dashnia jon mbushet, akumulohet, edhe sa herë takohemi kemi përqafimet më të ngrohta të mundshme. Kjo këngë e Yllit, krejt këngët e Yllit kanë qenë të mira në albumin e ri, po kjo këngë e Yllit më ka prek emocionalisht shumë, kështu që hajde tangojmë çato. Mirë, me shumë kënaqësi, unë do të los diskun e muzikës që vetëm për dëshirën e hyneshës ime personte Saranda Bujupi Rama, të dëgjojmë bashkë Yll Limani dhe këngën e tij të re Kthem, ndërkohë që ju mos u largoni nga valët tona sepse pas pak vi me raundin e tretë dhe të fundit. Jemi shoqëruar kështu bashkë me Yll Limanin dhe këngën e tij më të re Kthem, vetëm për dëshirën e hyneshës sime personte, e cila po bën hapjen e kartave të jetës së saj në 3 perspektiva. Ta shohim në raundin e tretë dhe të fundit se ku do ta përplas jeta Saranda. Unë po i marr të fundit. Hajde, u bugati me të fundit, okay. Po, se ku marr njën fillim, njën mes, tash po duan fund. Strategji e mirë. A jeni ndirë ndonjëherë në faj për të thënë jo kur ishte? E jashtëzakonshme lidhja e kartave në këtë bisedën që ke nisë prej fillimit me që po du me qetësu pak edhe me kthy pak ma në humor, me relaksu pak bisedën. Ndina në faj kur thëm jo ka shi fëmijëve shumë shpesh, sepse unë menoj që prindrimin ditë edhe sa do është për një me sfide madhe. Sa që menon të qitë moment ja kom dalu qëta, jam të ka nane mirë, del diçka dhe shet që jo bër pas nga gabu që ja kom nane, e nina shumë shpesh në faj, kur i tham jo që kjo nuk bën me u bo,
E tani vjen një moment kur e shoh që kam gabuar nina tepër në faj që i kom thonë jo, qof me shku dikon me shoqnin, qof me marr nai lojë që dojnë me instalu, që unë kom thonë jo, po e kam vendim kur t'ju tham jo, që ajo lojë nuk bën, nuk du me e thyq ato, shqyqyr ma respektojnë të dytë jonë edhe punë, bile djali madh shpesh keshim me ta se ja bën djalit vogël, mos e lut 2 herë se nani kur thot jo, nëse e lut ajo më veç bëhet jo ma e madhe. Kështu që shpo kanë herë nina në faj dhe kërkoj falje publikisht që jo çdo herë ja kom qellu me jon tem, po e di sigurt, edhe ata duhet me ditë që çajo jo jam ja u ka në të mirë të tëne në atë moment. Po. Nana gjithmonë mendon më të mirën për fëmijët e saj. Çka thotë e tashmja? E tashmja. Hajde. Ose e gjatë. Ndarja është një mekanizëm mbrojtës në të cilin një person shpreh ekskluzivitetin e tij ose të saj, duke përjetuar botën vetëm në kategoritë bardhëzi. Për shembull, një person që është ose i mirë ose i keq, ata kanë bërë gjithçka ose asgjë. Rrethonat janë ose ideale ose katastrofike. Kur dhe si e përdorni ndarjen si mekanizëm mbrojtës, jepë një shembull. Unë e thash paraprakisht një shembull të tillë, kur thash që unë bëj shumë për njerëz, unë i fali shumë njerëz, unë duroj shumë, unë mundohem me qenë me i mbyll sytë e vesh në shumë situata, por është një moment kur e ndaj, që thonë në popull shopin e sheqerin. Do me thonë, ka një moment kur unë menoj që nuk ka ma asnjë arsye për me tentu me mbajt një raport miqësor, familjar, çfarë do, kur ti e ke shterë çdo mundësi tënden me e dhënë atij mundësinë me ndryshu edhe me u përshtat. Sepse unë nuk mendoj që na kemi obligim me u ndryshu për dikën, po na duhet të përshtatemi për dikën. Nëse unë kam bezdi një fjalë, unë pres që në herën e tretë që ta kom thonë që qatë fjalë s'kam qef me ma thonë, pres që ti mos ma e thonë, për respektin ndaj meje. E mora shembullin ma të letë mund shumë. Po, në shumë situata mendoj që kom qenë e prerë që ndarja është mekanizmi ideal, mos me lëndu veten e as tjetrin. Sepse edhe veten kur e lëndon, ti e lëndon edhe tjetrin pastaj. Sepse ndryshe reagon kur je i lëndun. Mirë, po është jashtëzakonisht e rëndësishme kur dim t'i ndajmë këto situata edhe në raste të caktuara. Të ardhmen e more vetë. E mora, e mësova lojën Elvan, kur dush lujmë. Në lidhje me 2 kartat e mëparshme, merrni parasysh shembullin më poshtë, përcaktoni një qëllim për cilin do të punoni, cili është hapi i parë që do të ndërmerrni për të arritur këtë qëllim. Në një të ardhme të afërt, çka e ka synim të punojë Saranda, qoftë në aspektin personal, qoftë në ato profesional? Unë mision ja kam vendos vetës me punu shumë në vedisim, si që thashtë e shëndeti mendor, qoftë dhe edukimi shëndetësor, mision e kam prioritet. Do me thonë, nuk ka as një arsye tjetër që më penalizan, nuk ka as viraliteti, as komercializmi, as financat, as fama, as një prej këtyne arsyeve dhe shumë arsyeve të tjera nuk ma të ndosin, nuk ma shambin misionin tem për me punu në edukim dhe vedisim. E kam vendosi mision të shejt, e kam kanalizu gazetarin në këtë pik dhe do ta mbaj kundër çdo qëllimi, kundër çdo sfide, sepse tregi është i egër, edhe është goxha sfiduese me mbajt ato që ka mbaj me misionin familja unë, po nuk ka as gjatë të cilën e shemb idenë time. Dhe kjo do të fuqizohet, do të përmirësohet dhe do të punoj edhe ma shumë në këtë drejtim dhe as gjatë tjetër për të ndryshuar. Nuk kam lakmu as njëherë, as të financat ma shumë, as të fama ma shumë, as të klikimet, as të komercializmi. As njona nuk më kanë emocionu ose nuk më kanë josh që me ndru vendimin tem për me punu në edukimin shëndetësor dhe edukimin e shëndetit mendor. Në gjithë këtë që po e thua, si e sheh sot gjithë gazetarin që po zhvillohet, mendon se kemi kaluar pak në komercializëm të tepruar? Po, kjo është ajo që thash Elvan, mu nuk më kanë josh këto, gazetaria nuk është më thjesht gazetari, gazetaria qërë unë e respektoj se cilin, influencerat bojnë punën e vetë sepse janë të thirrur me e bo, tiktokerat e bojnë punën e vetë sepse janë të thirrur me e bo, gazetarët duhet me e bo punën e vetë sepse janë të thirrur me e bo dhe kjo nuk bën me u përzi asnjëherë. Nëse se cili e mbajmë shinën tonë, këtë jemi në rregull, por kur i përzim nuk ka tani më gazetari dhe ka shumë komercializëm,
Unë normalisht nuk jam këtu as profesoresh, as edukatore për me mësu kolegët e mi se si bëhet gazetaria. Thjesht mendoj që na njerëz duhet me eduku se çka ju ofrojmë, çka me shiku dhe çka me ndëgju. Na nuk duhet me thonë që okej, po këqyre që këtë qëtape baj. Jo, nëse isha nisë në atë parim, familja jonë s'kishe egzistu. Po jam nisë në parimin që gjanat e mira duhen kohë për më vlerësu dhe jam bind që kjo egziston. Kjo është absolutisht e vërtetë. Sarand, nuk e di pse në këto momentet fundit natyrshëm po më vjen me të pyet si qëndron në raport me politikën. E ke parë ndonjëherë vetëm pjesë të politikës? Asnjëherë. Asnjëherë, respekt për krejt ata personat të cilë janë pjesë e vendimare sepse aktualisht është trendi që gazetarët, artistët të hynë në politikë dhe të bëhen pjesë e politikës, ditën ose s'ditën të merren me atë punë. Unë po e tham, po e thjeshtësoj pak. Nëse disa artistë dhe disa gazetarë të cilët kanë vendosur me hy politikës, unë po du me besu që ata jenë lodhë prej paregullësive që ndodhin në art dhe në gazetari dhe atje po shkojnë me misionin që për me ndryshu në të mirë, ose nëse disa mjek të cilët janë lodhë për shkak se kolegët e tyre janë kapitali shoqënisë tonë me dijenin që kanë, por kapacitetet institucionale janë të ulta, unë du me besu që ata po shkojnë atje për me punu në ndryshim pozitiv dhe as njëherë nuk po du me besu, as nuk po du me leju vetës me mendu që ata po shkojnë për shkak të gjanave dhe arsyeve tjera, qofshin ato vetëm financiare. Jo, nuk e ka mendu edhe kur nuk do ta kem në ambicet e mia të futem në politik. Politika është diçka që duhesh me e njoft mirë, edhe një mision që ti duhesh me e përmbush. Në Kosovë nuk ka ndodhur dukshëm kjo. Edhe ata të cilët i ke pas shumë besim që po kanë me punu në çat drejtim, sikur kanë pas tendencë me na zhgënjy, pa dash me i generalizu ose me personalizu, po ka shumë që në këtë pikë më kanë bërë me menu që jo, nuk është politika as zgjedhja ime dhe as në ëndrat as në ambicet e mia. Dhe me stresh tash po e kuptojmë që politika ka ende punë për të bërë, për t'i besuar se cili prej nash që një ditë nuk do të na zhgënjejnë. Absolutisht që po. Mirë, Sarand, dua edhe një pyetje të fundit para se të lë të lirë nga kartat. Nëse do të kishe mundësi ti shkruaje një mesazh dikujt i cili nuk jeton më, cili do të ishte personi që do ta zgjidhje dhe cili do të ishte mesazhi më i rëndësishëm brenda asaj letra? Unë jam ka shumë e lidhur me gjyshen e dajve dhe kur më thot mu na i kosh prej tezeve ose dikush që te i ngjan gjyshes, unë emocionona shumë, sepse për mu ka qenë ideal, ka qenë një person ideal se si duhet një njeri me funksionu. Gjyshja ka qenë pa shkollë, po shkollën që ma ka dha gjyshja nuk ka as një diplom, as një fakultet, as një profesor që ma ka mësu. Unë, si kur të egziston të e magji dhe të atakaja, ndoshta nga emocioni që e kam taku, thjesht e kisha falenderu për krejt që kam ka dhonë, për krejt që kam ka mësu, edhe për krejt kujtimet e mira që mi ka dhuru, sepse për mu ka qenë model, unë hala e përdori gjyshen edhe të fmit e mi, sepse nuk e di, do me thonë për mu ka qenë Nën Terez. Nëse dikush është një person që e kishim krahasu me dika të shajt, si që është Nën Tereza, unë e kisha lanë gjyshen tem aty. Një lidhje jashtëzakonisht e bukur kjo që duket sikur vazhdon ta mbash edhe. Po, me shumë dashni, me shumë emocion. Asaj dite. Mirë, Sarand, ka ishin minutat e rezervuar për hapjen e kartave të jetës tënde, tani që jemi krejt në fund, tregom cili është reflektimi yt mbi veten tënde dhe si po ndihesh. Reflektimi nga kjo bisedë. Para punës jam shumë e lumtur që asnjëherë kolegëve të mi e ki dëshmin munesh me pohu se mohu që nuk i tham tregom mi pyetjet ose tregom çka kemi folë dhe jam shumë e lumtur që kjo kesh spontane, se nuk e dita që ka me qenë e tillë, edhe e shijova shumë, adrenalina e kartave, emocioni i pyetjeve tuaja, energjia pozitive që te e transmeton Elvan, ka një kombinim i mirë emocionesh që me të vërtetë më dha një energji dhe ndjesi shumë të mirë, shumë pozitive që do ta mbartë sot me vete, sepse kjo reflektohet pastaj energjia jote edhe prej meje të tjerë, kështu që e përjetova tepër mirë dhe besoj që nuk e di kur u kryn minutat ose sa shpejt shkoj, sepse u thellova shumë në këto pyetjet tuaja të kartave dhe emocionin që ma jape. Faleminderit shumë e dashur, më pata nderin edhe kënaqësinë e veçantë me të njoft edhe nga ky spektër tjetër si Saranda, ndërkohë që ti vazhdo të bësh
punën tënde në formën më të mirë edhe natyrisht të edukosh publikun ashtu siç ti di më së miri përmes emisionit tënd. Elvan, kënaqësia ka qenë e gjitha imja, sinqerisht unë të admiroj për gruan që je, për shembullin që bart, dhe për vajzën të cilën modelin e ke bart tek vajza tjera. Unë gjithmonë ta kam thënë, nuk jam person që mbaj mendime, e them edhe publikisht edhe privatisht, edhe pata shumë kënaqësinë me u intervistu prej teje. Ajo çka do doja ndonjëherë këto karta me t'i bë ty, edhe kam marrë bravo. Jo ti regjinime, sepse këto karta emisionin tënd edhe i ndron rolet. Hajde një pjesë me karta. I përdorim. E dashur, faleminderit shumë. Unë të uroj shumë sukses edhe punë të mbarë. Suksese shnet mbi të gjitha, Elvan. Faleminderit shumë. Të dashur dëgjues, kemi qenë kështu në një bashkëbisedim shumë të këndshëm me gazetaren tonë të njohur dhe mikën e shtëpisë natyrisht, Saranda Bujupi Rama, e cila bëri hapjen e kartave të jetës së saj në 3 perspektiva. Me mua Elvanën dhe një hyjësh tjetër bashkë takohemi javën tjetër. Deri atëherë gjithë të mirat.